Altina, Ercida e 30 që jemi këtu me gjithë gocat, ishim arruar të dinin të buzëqeshur. Janë 35 ditë dhe ne shikojmë vetëm njerëz me shpresë dhe të buzëqeshur. Për një gjë mund ta falenderoj kryeministrin që kam gjetur miq dhe shqiptar të mrekullueshëm. Jam i njohur këtu, jam fëmijë duke lozur, jam i njohur gjithë këtu bashkë. Dhe ka qenë një energji. Kemi dhe fëmijët me vete. Mezi presim njëri tjetrin të takojmë, domethënë mezi presim edhe fëmijët. Kam 10 vjeç punoj call center, sepse kur unë doja që të krijoja dhe tipja kontributin tim si mësuese kërkuam 5.000 euro, por unë në mënyrë absolute nuk pranova. Në një të ardhme, nëse Shqipëria ka nevojë, komuniteti ka nevojë, unë jam e gatshme qoftë edhe 4 orë, 3 orë në javë jap falas për fëmijët, kontriboj për fëmijët në gjuhë letërsinë, që ky vend të bëhet. Unë i ftoj të gjithë që dalim ta mposhtim frikën, sepse vetëm duke mposhtur frikën, ne mund të bëjmë një ndryshim rrënjësor për veten tonë, për fëmijët tonë, për të ardhmen tonë, për vendin tonë. Nuk ka asnjë forcë ligj që shbën këtë energjinë e njëri tjetrit që kemi dhe shqiptarëve të bashkuar. Vetëm duke qenë bashkë mund ta bëjmë këtë vend. Zoti kryeministër, ki kujdes. Është zgjuar syri i tretë. Nuk ka më në nështrim. Jemi destinuar këtu të rrim ditë, natë, deri për një ndryshim për Shqipërinë tonë. Nëse ti nuk e do këtë vend, largohu. Largohu sa më parë.